Patjetër, do me thonë 2-0 apo 1-0, e rëndësishme është të merren 3 pikë në këto momente ku ndeshjet janë ndjeshura. Mua personalisht më shumë shijoj kur është 1-0 për shkak se ka më shumë adrenalinë, shoh më shumë reagimin e skuadrës, pjekurinë, pavarësisht se edhe sot rrezikuam në fund ndeshjes. Por në përgjithësi e përditshme është se skuadrës dal ngadal i kthehet siç them zjarri apo ajo dëshira për fitore, për shkak se Shëndia për momentin ati e ka problemin. Do të thënë ne mundohemi që të kthehemi realitet, ekipi të kthehet ekipi që luan me shumë dëshirë dhe me shumë entuziazëm në Europë, dhe besoj që dal ngadal do paraqitemi më mirë e më mirë. Në fillim ekipi dha ca minuta performancë ashtu si çdo publiku, më pas ndoshta me meritetet kundërshtarit loja u ngadalsua sepse shumë ndërprerje. Ishte një lojë si shah kjo, sepse realisht kishin përballë një Silex që din çka bën, taktikisht është shumë i disiplinuar dhe posaçërisht në transfer din të rrezikojnë. Është ekipi mirë, pavarësisht se vinte nga një seri prej dihumbjesh, ka një skuadër e cila është ndërtuar gati 2-3 vite dhe normalisht ne luajmë kundër skuadrës e cila është një ndër pretendentët për kampionatin dhe kundër këtyre 3 skuadrave që janë ndarë lart, është shumë e rëndësishme që në ndeshjet si vendas të fitosh dhe pastaj nëse arrijmë që si mysafir të fitojmë apo të dalim barazim me këto kundërshtarët në ndeshjet direkte, besoj që do jemi mirë. Por unë do preferoja që të marrim ndeshjet 1-1, të përgatitemi maksimalisht për çdo ndeshje dhe shpresoj që me kalimin e kohës edhe forma e skuadrës do vi duke u rritur, për shkak se edhe forma e disa futbollistëve do jetë më e mirë në krahasim me gjendjen momentale. Pavarësisht që ndeshja e njëjtës me Rajo Vallekanën do të jetë një debutim, një moment historik për Shkëndijën në fazën kryesore të një gare europiane, siç është UEFA Conference League, të jep ty dhe skuadrës një konformitet të them, kjo fitore, sepse shkohet tash me detyrat e bëra në kampionat dhe shkohet me koncentrim maksimal, pa brengën e asaj që lam pika apo gabuam në shtëpi. Normalisht, udhtimi me fitore është një udhtim shumë më i ëmbël se sa në ndonjë rezultat tjetër, por ne duhet jemi realist, duhet jemi me këmbë tokë, duhet përgatisim ndeshjen me Rajon ashtu si duhet, do të japim maksimumin, duhet të respektojmë fanelën dhe duhet që të respektojmë edhe gjithë ata të cilët na mbështesin neve. Është një ndeshje, sipas mendimit tim, ndeshje luksi dhe ne duhet ta trajtojmë si tillë. Unë jam shumë optimist se do vazhdoj Shkëndija të bëj paraqitje të mira në vazhdimsi.